një gjë duhet ta di e gjithë bota. Zoti vonon, por nuk harron. Kur nuk ka harruar dhe nuk ka për të harruar Allahu xhalleshanu. Ai e dënon pa drejtin, e dënon pa drejtsin. Atëherë kur të pa drejtit s'ja merr mendja, në një formë që kur s'ja ka marrë mendja vetë njeriu, sepse Zoti me urtësinë e tij mund vënoj për disa kohë, po kur ai nuk ka për ta lënë pa dënuar të pa drejtin dhe pa drejtsin. Një gjë duhet ta dinë njerëzit, se ndoshta syri i zullumqarit fle natën, por syri i viktimës nuk fle. Ai loton gjithë natën. Ai gjithë natën ankohet tek Allahu xhalleshanuhu dhe atë sy e sheh Allahu xhalleshanuhu, dhe kur pikët e lotit s'ka për t'i lënë të shkojnë kot, por do t'ja jap hakun Zoti i gjithësisë në një moment që din Allahu xhalleshan. Mund t'ja mbyllësh gojën çdo kujt, mundet ta detyrosh tjetrin të mos flasi kundra padrejsive, mundet t'i bësh gjitha këto, por kur nuk mund të bësh të heshtësh dhimbjen dhe rënkimin e atij që është bërë padrejsi, sepse ato e dëgjon Allahu xhalleshanuhu. Prandaj tha profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, keni kujdes, mos i hyni në hak tjetrit, se duaja e atij personi që është bërë padrejsi shkon direkt tek Allahu xhalleshanuhu, nuk ka perde mes saj dhe mes Zotit, dhe i thot Zoti atij njeriu, robi im, do të përgjigjem edhe sikur pas një farë kohe, pasha forcën dhe madhështinë time, robi im, unë do t'i përgjigjem duas tënde, edhe sikur mas një farë kohë, kohë të cilën e din vetëm Allahu xhalleshanu.